Sot në darkë është prajmi i radhës i Big Brother VIP Albania. Ky do të jetë prajmi më interesant, pasi sot në shtëpinë e Big Brother VIP do të hyje fituesi i edicionit të dytë, Louise Ailey. Por ende nuk është zbuluar roli i tij apo se sa do të qëndrojë në shtëpi. Gjithashtu, kurioziteti i publikut është edhe nëse Rogerti do të rikthehet në shtëpi apo jo. Kujtojmë se Rogerti ka marrë 2 zarfa të zi. I pari e dërgojnë në televotim të përhershëm, ndërsa i dyti në dhomën e reflektimit, dhe për të u hap një televotim me pyetjen: a duhet të rikthehet Rogerti? Po, jo. Deri tani kemi këto rezultate. 42% kanë votuar po, ndërsa 58% kanë votuar jo. Por edhe pse publiku e do jashtë Rogertin, pritet që produksioni ta rikthejë sërish, sidomos me hyrjen e Luizit, për të parë si do t'jenë dinamikat e lojës. Një prajm për të mos u humbur sonte. Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe në kanalin Zona VIP.